Arsimi profesional është garanci për punë dhe jetë më të mirë. Nën këtë moto, Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Blendi Klosi, i shoqëruar nga ambasadori italian Alberto Coutinho, vlerësoi gjatë ceremonisë së diplomimit të 30 studentëve të parë të degës navigacion dhe menaxhim detar, se qeveria po i kushton shumë rëndësi arsimit profesional si një garanci për punësimin e të rinjve. Arsimin profesional ta rikthejmë në identitet, sepse nëpërmjet arsimit profesional ata mund të kenë një jetë sigurt. Ne do të kemi të mundur që nxënësit që dalin nga këto klasa, nga shkolla e ekonomisë detit tashmë Hysen Çela, jenë të gatshëm për të punësuar në industrinë konkrete navale. Ne kemi kurrikula të njëjtë me një shkollë italiane në shkollën tonë të hotelëri turizmit. Studentët e degës navigacion dhe menaxhim detar në Universitetin Aleksandër Mojsiu praktikat i kryen në një prej trageteve të linjës Durrës-Ancona, që operojnë në qytetin bregdetar. Sa po përfunduam praktikën, e cilën bëm një udhtim deri në Ancona, vajti ardhje, dhe aty shpalosim gjitha njohuritë që patëm marrë në shkollë, të cilat i vëmë në zbatim në udhtimin që ne kryem. Fillimi është i vështirë, por gjatë rrugtimit, si thua, njohuritë fitohen edhe çdo gjë sikur lehtësohet. Qeveria shqiptare në bashkëpunim me Italinë kanë gati një marrëveshje të përbashkët për rregullimin e transportit detar, ndërkohë Italia ka akorduar një shumë prej 5 milion euro për trajnimin e studentëve dhe nxitjen e arsimit profesional.